Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić mori pjesë në seancën e kolegjiumit të zgjeruar të shefit të shtabit të përgjithshëm dhe pas takimit ai u drejtua mediave dhe njoftoi se Serbia do të rrisë nivelin e aftësisë së mbrojtjes falë fuqive të mëdha. Fakti që jeni antar I Kombeve të Bashkuara dhe keni integritetin territorial nuk do të thotë asgjë. Është çështje e interesave më të larta të qytetarëve të Serbisë të jemi të mbrojtur dhe të jemi të sigurt, tha presidenti I Serbisë dhe njoftoi një paradë ushtarake përshtator në të cilën do të marrin pjesë 10.000 ushtarë. Situata e sigurisë në veri të Kosovës është jashtëzakonisht e keqe dhe paqëndrueshme dhe kjo është pasojë e aktiviteteve antiserbe të regjimit të Albin Kurtit. Serbët përballen çdo ditë me dhunën institucionale, kërcënime, arrestime pa bazë, sekuestrimin e pronës dhe praninë e vazhdueshme të njësive të armatosura që shkaktojnë frikë dhe pasiguri, tha Zlatan Elek, kryetari I listës serbe. Në një intervistë për Novosti ai shpjegoi se situata nuk po përmirësohet, por përkundrazi po përkeqësohet dita ditës dhe shtoi se është e qartë se kjo është një fushatë sistematike e frikësimit të popullit serb me qëllim të detyrimit të serbëve të shpërngulen. Ministri I Drejtësisë e Kosovës në mandatin teknik Albolena Haxhiu paraqit sot në mëngjes në gjykatën themelore në Prishtinë ku duhet të zhvillohej seanca dëgjimore në lidhje me hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës, por seanca është hyrë për shkak të mungesës së të pandehurve të tjerë. Albolena Haxhiu, Besa Baftiu, Donika Kadaj Bojupi dhe Pa Lekoj akuzuan për futjen e bombolave të gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në shkurt të vitit 2016 duke kryer kështu vepër penale të posedimit të paligjshëm të armëve. Në atë kohë lëvizja vetëvendosje Aleanca për Armërinë e Kosovës, nisma socialdemokrate kundërshtuan marrëveshjen midis Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin e kufirit dhe marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Seanca konstitutive e kuvendit të Kosovës u ndërprej sot për të 36-ën herë për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave të deputetëve për propozimin e vetëvendosjes për të votuar me votim të fshehtë kandidatën e kësaj partie për kryetare të kuvendit Albolena Haxhiu. Në sallë ishin të pranishëm 91 deputet dhe 53 deputet votuan për propozimit për formimin e këtij komisioni. Seanca radhësh është caktuar për 25 qershor në orën 11. Aleanca për Armërinë e Kosovës, deputeti Bek Berisha thotë se debati parlamentar është I nevojshëm në seancat konstitutive të kuvendit dhe se vazhdimi I seancës pa arritur një zgjidhje ka humbur kuptimin e saj. Deputeti I Partisë Demokratike të Kosovës Abelar Tahiri beson se lëvizja vetëvendosje do të jetë humbsi më I madh nëse mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, por se kjo parti po bllokon qëllimisht konstituimin e kuvendit pasi nuk ka shumicën parlamentare. Avokati Zoran Zhivanović thotë se marrëveshja nënshkruar nga Belgjika dhe dhomat e specializuara të Kosovës me Selinë Hak, sipas të cilës të dënuarit ligjërisht mund të vuajnë dënimin e tyre në Belgjikë, është një shprehje e mosbesimit ndaj autoriteteve të Kosovës. Gjykata është e Kosovës, por ajo udhëhiqet nga gjyqtarë dhe prokurorë të huaj pasi gjyqtarët vendas janë treguar të anshëm. Dhe marrëveshja për vuajtjen e dënimit është një pasqyrim I mosbesimit sepse besohet se autoritetet e Kosovës do t'u japin shumë privilegje të dënuarve, thot Zhivanović. Avokati Artan Qerini thotë se ligji për dhomat e specializuara dhe mundësi për të arritur marrëveshje me vendet e tjereta ku të dënuarit do të vuajnë dënimet e tyre kur vendimi I gjykatës të bëhet I formës së prerë. Lidhur me atë nëse përveç Belgjikës dhomat e specializuara do të arrijnë marrëveshje edhe me një vend tjetër, Qerkini thotë se askush nuk është I detyruar të hyjë në një marrëveshje të tillë. Me kalimin e testit të gjuhës serbe ose antare shkolla fillore Staja Marković në Shtrbac filloi provimin e përfundimtar për nxënësit e klasave të 8 nda Shtrpsi, Rahoveci dhe Hoqja Madhe
92 nxënës dhanë testin në gjuhën serbe, nesër është testi në matematik, ndërsa të mërkurën testi i lëndës zgjedhore. Rezultatet paraprake do të shpallen me 27 qershor, rezultatet përfundimtare me 30 qershor, pas e cilës do të bëhet plotësimi i listës së dëshirave dhe shpërndarja sipas shkollave të mesme. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë në të gjithë vendin, vetëm në veri do të ketë vranësira mesatare, do të fryjë redopt veri perëndimore her pas here më fort në lindje të Serbisë. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 11 deri në 21, kurse ajo maksimale ditore nga 32 deri në 36 gradë Celsius.